Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Mirëmbrëma. Jam një grua 29 vjeçe e martuar. Vin nga një familje e vjetër qytetare. Jam rritur mes pallateve, mes rrugëve të asfaltuara dhe nuk e kisha iden se si ishte jeta e fshatit. Me burrin tim jemi njohur në universitet. Ne ishim në një grup dhe për 5 vite rresht mbetëm shok shumë të ngushtë. Pinim kafe, studionim bashk, e ndanim çdo hall me njëri tjetrin. Gjatë gjithë asaj kohe, a jetonte me qira në një apartament të vogël afër fakultetit. Pas diplomimit, miqësia jonë ndryshoi, e filluam të dilnim ndryshe. E pas pak kohësh, unë beta shtatzën. Prindrit e mi në fillim u shqetësuan mjaft nga kjo ngjarje e papritur, por ne vendosëm të martoheshim me njëherë. Të dy kishim shumë dëshirë të bënim një dasëm të madhe. Donim të ftonim të gjithë shoqërinë, të gjithë të afërmit, e të bënim diçka që do të mbahej mend. Për ta realizuar këtë, na u desh që të mblidhnim të gjithë lekët që kishim të ruajtura. E burri im kishte hyrë edhe në borxhe, por s'më kishte treguar. Dasma vërtet e bukur, por pasaj erdhi realiteti. Larja e borxheve, qiraja e apartamentit dhe shpenzimet e jetesës në qytet po na mbytnin. Llogarit nuk na dilnin në fund të muajit, e sidomos tani që po prisnim edhe një fëmijë. Burri im më bëri një propozim. Ai më tha të linim apartamentin me qira dhe të shkonim të jetonim në fshatin e tij, në shtëpinë e vjetër të familjes që ishte bosh. Por ati i duhej që ashtu të udhëtonte çdo ditë për në punën e tij në qytet. Por ne, të paktën, do të kursenim disa para. Unë nuk isha fjetur asnjëherë të vetme në fshat, por pranova. Nuk kishim asnjë rrugë tjetër, e kështu u shpërngulem atje. Jeta ime ndryshoi plotësisht. Burri zgjohej shumë herët, nisej për në qytet dhe me linte vetëm. Unë nuk dija asgjë për haberet e fshatit. Nuk dija as si të ndizja furrën me dru në mëngjes, e as nuk kisha as një ide se si merreshin gratë e tjera me kopshtin apo me punët e tjera të fshatit. Mërzitesha jashtëmase. Dita me dukej e pafundme derisa vinte burri. E kaloja kohën duke rregulluar shtëpinë. Po shtë rregulloja. Shtëpia ishte shumë e vjetër. Kishte shumë vite që s'kishte jetuar askush në atë shtëpi. E unë rria duke parë televizor, një televizor të vogël që kishim marrë që nga banesa me qira, apo rria thjesht duke qëndruar tek pragu i derës në pritje të pasdites kur burri të kthehej. Në këtë rutinën time të zbrazët, çuditërisht hyri një burr 68 vjeç, i cili ishte komshiu jon në atë lagje të fshatit. Ai ishte njohur i vjetër i familjes së burrit tim, e kështu ditët e para erdhi thjesht për të më uruar mirëseardhjen. E unë, siç e mbaja veten atëherë, si një njeri i edukuar, i fola
dhe e ftova brenda për t'i bërë një kafe. E dija që në fshat dyert nuk u mbyllen njerëzve. Këtë ma kishte mësuar burri im. Por ai plaku e bëri zakon. Filloi të vinte çdo ditë nga ora 10 e mëngjesit. E unë nuk isha se çfarë të bëja tjetër dhe kafen e përditshme me të e shihja si një mënyrë për shtyr kohën. Ulej gjithmonë në të njëjtin koltok, ndërsa unë ulesha për ballti. Me kalimin e kohës, muhabeti i tij filloi të ndryshonte. Nga bisedat e zakonshme që ai më tregonte për atë fshat që unë nuk e njihja fare, ai filloi të më vardisej me fjalë. Në fillim e nisi me shaka për origjinën time të qytetit, e më thoshte, qytetarja jon, si po të duket bajgët e fshatit, e më thoshte, ti je nuse e bukur, ti nuk e qenë për këtë fshatin ton, ti je për diku me larg. Unë ose i përgjigjesha shkurt, ose thjesht qeshja, e mendoja me vete, e thoja, hajt se plak është, kush e di sa i mërzitur është edhe ai, dhe Elia të fliste. Por ai e shtonte dozën e ngacmimeve çdo ditë më shumë, e filloi të komentonte dhe burrin tim. Ky burri jot nuk e dia se çfarë bën, më tha një ditë. Si mund ta lër një nuse të re e të pashme gjithë ditën të vetme? Si të isha unë i ri, thaj. S'do ta lija të mërziteshe as një minut, më thoshte mua. E unë dëgjoja fjalit e tij dhe nuk i jepja shumë rëndësi. Ai ishte 68 vjeç. E për mua, ai ishte thjesht një i moshuar që po përpiqej të bënte biseda djaloshare e të dukej interesant. Vazhdoja t'i bëja kafen dhe të rria në dhomë me te, pa e kuptuar se fjalët e tij nuk ishin thjesht shaka pleq. E ndërsa një ditë prej ditësh, koha jashtë ishte e verënjtur dhe filloi të binte pak shi, e burri më kishte marrë në telefon që në mëngjes për të më thënë se si po kaloja dhe apo mërzitesha. Unë kisha mbetur përsëri vetëm. E rreth orës 10:30, plaku erdhi tek shtëpia ime si zakonisht, hapi derën nga jashtë e hyri në sallon. Unë isha duke palosur disa rroba. Unë ngrita, e shkova, ti jepja një lëng frutash, e ai ul në vendin e tij e filloi të fliste përsëri. Më tha që e kishte parë makinën e burrit tim që nuk ishte kthyer ende. E tregova se ai nuk vjen kasherët. I thash deri pas dite ai nuk vjen. E pasi unë piva një kafe, ndërsa ai piu lëngun e frutash e i mbaruam bisedat e zakonshme, ai u ngrit për të ikur. E unë ngrita bashkë me të për ta përcjell deri tek dera e jashtme, ashtu siç bëja gjithmonë. Dolem në korridor dhe dëgjohej vetëm zhurma e shiut jashtë. E ndërsa ai, kur shkoi deri tek dera, aty ndaloi, e u kthyen nga unë, e më tha, gjyna që rri vetëm një nuse kaq e bukur. E mua më shkoi mendja që ky pas ka rrjedhur fare, por mu ofrua papritur dhe me puthi në buzë. E unë mbeta në vend. Nuk bëra asnjë lëvizje për ta shtyrë apo për të larguar, e truri im u fik krejtësisht. E situata ishte aq e pa imagjinueshme për mua. Unë isha 29 vjeçe e po puthesha nga komshiu 68 vjeç në korridorin e shtëpisë ime. Isha aq e habitur, e bllokuar dhe jashtë çdo logjike në atë moment, saqë çuditërisht fillova ta puthja edhe unë atë. Ai shkoi e mbylli derën me çelës, e u kthye
duke më puthur prap. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.